إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلاة وتسليما كثيرا أما بعد ويقول الله سبحانه وتعالى في تنزيل الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ska dyshim se të gjitha falenderimet, lëvdatat, bindjet, nënshtrimet, për uljet janë vetëm për Allahun e plotfuqishëm. Allahun krijuesin e gjithçkaje. Atë falenderojmë për atë ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhëruar prej çdo të keqe që kemi vepruar me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë fe madhështore, nuk ka askush që ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk prek udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa xal, dhe vërtetoj dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, i cili e transmetoi mesazhin, e përcolli mesazhin, e plotësoi amanetin dhe sakrifikoi për këtë fe deri në fund të jetës së tij. Allahu i lartë madhëruar na thërret në librin e tij ku thot: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut Zotit tuaj me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu të friksojeni, dhe mos vdisni pra mos u gjej vdekja vetë se duke qenë musliman. Lavdia s'ka dyshim se është për Allahun azza wa xal, i cili na i ligjëroi momente, ditë, javë, muaj, vite, që kënaqet zemra e besimtarit. Po ashtu zemrat tona u kënaqen me këtë muaj madhështor, i cili për fat keq po largohet nga ne. Dhe ajo çka e bën më të trisht meditimin ton është se po largohet një derë e hajrit, një derë mirësie, një derë lumturie që gjithë secili prej nesh do ta kërkoj. Pa pushim. Prandaj lam të miro muaj i Kuranit. Lam të miro muaj i besimit. Lam të miro muaj i durimit.
Lam të mirë o muaj mëshirës, lam të mirë o muaj faljes, lam të mirë o muaj vllazëris, lam të mirë o muaj largimit nga zjarri i xhehenemit. Ramazani po largohet, nderuar vëllezër dhe motra. Po ajo çka mbet mbrapa janë veprat e mira. Ajo çka mbet mbrapa është Zoti i Ramazanit, Allahu Xhele Xhelalu, i cili meriton të adhurohet në çdo moment, në çdo çast, në çdo ditë, në çdo javë, në çdo muaj, në çdo vit, tamam ashtu siç thot Allahu Azza wa Jalla në librin e tij Fisnik, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Pra adhuroje Zotin tënd, adhurojeni Zotin tënd deri në vdekjen tuaj, derisa t'ju vi vdekja. Kjo është ajo që do ta shoqëroj muslimanin gjatë mbarimit të këtij Ramazani. Kjo është ajo që duhet ta mendoj muslimani pasi ky muaj madhështor largohet prej tij. Ramazani mbaroi, por ti vllai i dashur dhe motre nderuar, mos e braktis xhamin. Xhamit janë hapur edhe mbas Ramazanit, janë hapur për të adhuruar Allahun Azza wa Jall një të vetëm. Nëse kishit një Ramazan produktiv, atëre përgëzime për ju, lumë si ju, se ja arritët, ja dolët. Nëse fatkeqësisht nuk dhatë më të mirën tuaj në Ramazan, dhe nuk e kaluat një Ramazan jo produktiv, mos u dëshpëroni. Ajo që ju nevojitet është i drejtoheni Allahut Azza wa Jall në këto orë të fundit, përpara se të largohet përfundimisht ky muaj madhështor. Vazhdimi i veprave të mira është shkak që ti do të hysh në xhenetet e larta me lejen e Zotit tënd, i cili është më bujari. Punët e mira, veprat e mira, sjellja e mirë, ndjesia e mirë është ajo që shoqëron robin edhe më mbas. Thuhet në një hadith i cili transmetohet nga Imam Ahmedi dhe nga Ibn Huzejme, dhe shejhu jon i nderuar El Albani, Allahu mëshiroft, ka thënë është hadith i mirë, është hasen, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në xhennet ndodhet është një dhomë, shihet pjesa e jashtme nga ajo e brendshmja, dhe gjithashtu shihet e brendshmja nga ajo e jashtmja, të cilën Allahu Azza wa Jalla ka përgatitur posaçërisht për kë? Për ata që ushqejnë të varfrit, ata që janë fjalë ëmbël, ata që e përcjellin agjërimin edhe mbas Ramazanit, agjërojnë dhe mbas Ramazanit, nuk agjërojnë vetëm në Ramazan, dhe falen natën kur njerëzit janë në gjumë. Pra le mos na mashtroj rutina e përditshme që të na largojnë nga adhurimet, por të përqendrohemi fort te kjo fe madhështore dhe mos t'i sëmurim zemrat pasi i shëruam ato në Ramazan, sepse hedh në erë çdo mirësi që ti e ndërtove me duart e tua, hedh në erë çdo sakrificë që ti me mund të arrite në Ramazan. Dhe as leximi i Kur'anit mos të mbaroj me Ramazanin, por se të vazhdoj edhe mbas Ramazanit, sepse dije se ai do të jetë dëshmitar për ty ditën e gjykimit. A ka më mirë, nderuar vëllezër dhe motra, se gjithë këto habere të mira, gjithë këto sihariqe, gjithë këto myrte që na jep Allahu Xhele Xhelalu vetëm për ne, për robërit e mirë, për të sinqertët, për të devotshmit, për ata të cilët i pastrojnë zemrat e tyre, për ata të cilët i lënë anash qef mbetjet, për ata të cilët mendojnë që të jenë fitimtar, të dalin fitimtar nga kjo garë madhështore të të cilën morën pjesë, që është muaji i Ramazanit. Prandaj, le të jetë motivi jot, motoja jote, përmirësimi i veprave dhe i marrëdhënieve me Allahun Azza wa Jall,
sepse këto janë ato që do të bëjnë dobi ditën e gjykimit tek Allahu Azza wa Jell. Zemra e pastër dhe e nënshtruar ashtu si duhet do të bëjë dobi tek Zoti ditën e gjykimit, ashtu si thot Allahu Azza wa Jell në librin e tij Fisnik. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë kur njeriu nuk do të bëjë dobi as evlati, as pushteti paraja që e ka pasur në këtë dynja, por vetëm kush, ai i cili paraqitet tek Zoti i vet me zemër të nënshtruar, me zemër të pastër. Prandaj Zoti i pastrov zemrat tona nga hipokrizia, nga mendjemallësia, nga mburrja, nga smira, nga dashakeqja, nga të gjitha veset e këqija. Zoti na pastrov dhe na largof. Prandaj vëllezër dhe motra, bëuni të durueshëm, vazhdoni dhe mbas Ramazanit, mundoni të jeni si në Ramazan, sepse në Ramazan s'ka dyshim që të gjithë ne u tjetërsuam, kaluam nga një dimension në dimensionin tjetër, po kjo të na shoqëroi dhe mbas Ramazanit, deri në fund të jetës tonë, të jetë kjo rrugë e ndriçuar, kjo rrugë e pejgamberëve, kjo rrugë e njerëzve të mirë. Prandaj Allahu në lut ta ndihmoj, na drejtoj, na udhëzoj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jell, i cili është një i vetëm dhe nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij. Dhe paqe dhe bekime atë Allahu Xhele Xhelalu, qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, Ramazani vërtet u largua. Për njerëzit e mençur, ai u largua shumë shpejt. Sa të hapje dhe mbyllje syt, është sikur se plotësimi i hijes, e cila me njerë ndryshon, kur e shikon atë hije të plotësuar në një vend, me njerë ajo hikën, dhe kur ajo hija rritet, me njerë ajo paksohet. Dhe robi suksesshëm e kupton se përfundimi i mirë e fshin nga mangësit që mund të kenë ndodhur në fillim të punës. Dhe ku e dim ne se ndoshta bereqeti i punëve tona është i fshehur në fund të punës, sepse shpërblimi i punëve vlerësohet sipas qëllimit dhe sipas asaj që ti e përfundon atë punë. Prandaj në këtë ditë të mbetur, në këto orë të mbetura, luteni Allahun fort, duke kërkuar pendim ndaj tij për çdo mangësi, për çdo neglizhencë, për çdo gjë që ti mendon se të ka ikur pa e kryer, që mund të përfitoje prej saj. Sepse vallahi Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Sikur ne të mendojmë se si Allahu subhanahu wa ta'ala i sjell çështjet për ne, do të mahniteshim. As nuk do të mund ta imagjinonim dot se si Allahu azza wa jall i rregullon dhe i sjell çështjet për robërit e tij. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, nuk dua të zgjatem shumë dhe të marr nga koha juaj e çmuar, por nuk më ngel gjë tjetër vetë se ta lut Allahun e plot fuqishëm, me emrat e tij të bukur,
cilësitë e tij të përsosura absolute, ta pranoj agjërimin ton. E lusë Allahun Azza wa Jell në bëj që emrat tanë të jenë të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. E lusim Allahun Subhanahu wa Taala na forcoj në këtë fe, në vazhdimsi që edhe mbas Ramazanit të bëjmë madhurime sa më të shumta. E lusim Allahun të ndihmoj nevojtarët kudo në mbar botën që janë, muslimanët dhe muslimanet, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, të cilët kanë kaluar dhe po kalojnë një sprovë jashtëzakonisht të vështirë dhe të rëndë. Ajo që kanë ngel të jemi pranë tyre me duat tona të sinqerta. E lusim Allahun ti mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sejdina Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi